Pse mendoni se erdhi zoti Rama sot në seancë? Sepse donë që të urdhojnë ndërprerjen me njerëzve të debatit. E pa që debati po unë zgjedh para shqiptarëve të vërtetën si për qëndrimin e tyre ndaj protestë ku ju e ndigjuat për zëdhënësi i tij bëri fjalë për terrorist në mënyrë të pa imagjinueshme, të pa konceptueshme, protestues paqësor. Nga ana tjetër, projekti për reformën nuk mund ne qëndruam me vendosmërisht për respektimin e ligjit, sepse raporti i Maznikut, që paraqet Mazniku, është absolutisht i paligjshëm, mbasi ai raport nuk është paraqitur dhe nuk është diskutuar në Komisionin e Reformës. Dënoi me forcën më të madhe këtë akt me pasoja shumë të rënda për vendin. Janë burime, e sigurt t'jesh që për këto që citova, janë burime të besueshme. Janë ruajtur dhe më vjen shumë mirë që janë ruajtur të gjitha bashkitë e minoriteteve, por kjo nuk do thotë që t'injorohen interesat e qytetarëve jo minoritarë. Jam plotësisht dakord për përfilljen e sensibilitetit të tyre, por jam dakord dhe insistoj që komuna të reja duhet krijuar patjetër, bashkime elektorale janë absolutisht të dënueshme dhe të gjitha këto po ndodhin. Rezulton se bashkitë e shkurtuara ndjes janë ato që në reformën 2014 hapi votimi për prezent. Ka një narrativ që dëgjohet nga majoranca se jo, në reformën 2014 nga ajo reformë paksohen edhe 10 deri në 20 bashki. Kjo është që ta dini domethënë. Kam edhe një pyetje, pse u shmangët përballjes me Edi Ramën? Gjithë deputetët tuaj u ngritën, ju qëndruat në karrigën tuaj. Nuk ishte një përballje, deputet nuk ishin për shkak të Edi Ramës aty si trepe, deputet ishin për shkak të reformës. Jo, një minutë, tani nëse flasim po. Deputet ishin aty në mbështetje të kryetarit nga ana jonë të Komisionit të Reformës, Luciano Boçi, i cili kërkonte fjalën për të shpjeguar shqiptarëve qëndrimet e tij si bashkëkryetar ose si kryetar komisioni nga opozita.